Na besa që tash ndëtsotet edhe telefonin e ka dhe rinë me stres, me tut, ku i ki fëmijët, çka po bëjnë, me kom pedalin, çka po hajnë, çka po pinë, a na atëherë nuk kemi pas telefonat edhe prindi kanë ditë sak ku jemi, ku kena me najtë në kafe, kur kena mu kthy, edhe pa unim e ta, pa... Pse me ndonë se ka ardhë kjo kohë? Pse me ndonë që kemi ndryshu ka shumë si... Nuk e di, bo jeta shumë dinamike. Së dëmos për pandemisë, për kone Covidit, atëherë, dëshish mu më dohet se mu restartu njëre. U restartu jeta, i kam bo një verzioni ma të ri edhe... Ska dalë shumë i mira. Ja, me të shtëm. Gjithsesi, po e përmend pak edhe këtë, unë e po shprejna, bashkë që shprehet edhe populli, gajlen e prindit. Shumë gajle. I ke edhe gajlet e prindit tash. Po normal, tash, së dëmos, tash djali i madh është, dhe më thënë, ka fillu klasën e parë dhe libra, detyra, qësh po adaptohet. Po shkam klasë parti, bashkë me bashkëshorten. Ka ona e mësimeve, e kom thënë grusë që po t'ala ti... Mosë më gotë në këtë farë aspekti, se normal, nanat janë ma të buta, ma ndrysha, vëdën. Edhe unë e kry punën e transportit, taksi, me shku me marë, me këthi. Taksi Muhamedi. Edhe besëm që ngarkes, ma se po adaptohet, po shkon me qef, është shumë mirë. Abdën që thënë gjysat keshtet. Sa e vështirë tani është me rritë prind në këtë kohë, me rritë fëmi në këtë kohë, me qenë se e përmende ma herët që ka qenë një kohë shumë andryshe atër kur ne vetë kemi qenë fëmi? Normal, që ka qenë ndryshe tash, që po thëmë, o bo jeta dinamike, na për para për shamull, nëse kina najtë një avdit të shpia, okej. A që tash, si të rëndë dit, e shetit të shkaf mje në komirë, po lip me dalë. Po lip me shku diku, me shëtit. Që shto bo jeta, nuk kam faj asa ta, edhe na, si prind, me najtë dit të shpia, është, të më thonë, diçka nuk është në regull, po jeta, o bo, qështo, shpejt i shpejt. A ka kjo jeta jonë pak edhe presion social në këtë aspekt? Sidomos me këto rjetet sociale ku tashme gjithë shka thuj se plasohet, do shta edhe kur po ham buk, po shesim... Njeri du të me pas shumë kujdes, qërë, unë e thëmë, njeri, na që 20 vjetë jemi që dalim në për rjetet sociale, dalim në për media, po besëm o shumë shtirë me mri, për më bo një emër të mirë dhe shumë letë është mund është me hupë komplet karierë. Po, si dita me natë? Për shambull, në këtë mohabet që e fole, ishëm njerë me Big Mamin, ka pas një farë emisionin për që bëj kështetitje, edhe shkum një rdani, edhe i ka ra rasti, sa jo është në gusë në këtë që i ka ra rasti edhe më taku edhe babin tem, edhe babi jam nuk dike shqip, pa folke Macedonisht, tash unë nuk e mërë shëvesh që ka folqen ata me zveti, dhe i kumë thonë, nuk gëzëni me qitë intervjisën, pa një zu për këthimën, se thash, unë që sa jam të rujt, të fol mire, të mundua, të mundu për gjithmonë më kanë stabil, më kanë mirë edhe, tash një gabim, një me medal, ti, pa njëri du të më rujt, se rjetët sociale sa janë të mira, kënë varë që ishë shfizën, dikush ishë shfizën për të këtë, dikush ishë shfizën për të mirë. E vërtet, edhe sidomos kohëve të fundit, që ndoshta disa edhe po e kërkojnë viralitetin, ndoshta po flasin edhe gjana që nuk i mendojnë vetë personalisht, apo nuk i bojnë në realitet, edhe po i plasojnë pikrisht për të bërë viral. Këtë aspekt, me dhezë, në fjallë tjera. Për shamull, unë artist jam e krejt, po për shamull TikTok-u nuk e preferoj. Nuk e preferon, po. Moj me hi me postu në esen, ama besëm as nuk hi me këqyrë storit, se është apet Instagrami, Facebooku janë, për shamull Facebooku u bot te për familjar, Instagrami është pak për ma, si më thonë, rejnin sana, a TikToku është ka dhe shumë sene që zdojt as me këqyrë.